Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Më e rëndësishmja në fe është dija e tij. Kuptimi i drejtpërdrejtë i fjalës din është bindje, kurse kuptimi i saj në popull është kod, pavarësisht në cilin kuptim merret në atë letrar apo të gjuhës së folur. Në qoftë se mendjes i mungon koncepti i hyjnores, s'do mund të bëhej fjalë as për bindje, as për respektimin e ndonjë kodi, sepse kurse ekziston ndonjë qëllim, nuk ka as bazë për ta synuar. Aty ku nuk ka objektiva për t'u arrir, nuk ka kuptim të bëhen përpjekje, por kur natyra dhe aftësia për t'u orientuar e sjellin njeriu në kontakt me një autoritet superior apo kur prirja e tij për bindje dhe impulsi në nështrimit e vendosin përpara hyjnisë, ai e sheh veten të lidhur nga disa kufizime në raport me lirinë e tepërt të vepruarit. Pikërisht këto kufizime përbëjnë dinin, gjë që do thotë se piknisja e tij qëndron në pranimin e Zotit dhe në njohjen e qenies së tij. Pasi i parashtron thelbin e dijes hyjnore, Imam Aliu përshkruan aspektet e premisat e saj më të rëndësishme. Zakonisht njerëzit e gjykojnë këtë fazë njohjeje si pikën më të lartë të përvetësimit të saj, por sipas Imam Aliut ajo është e pamjaftueshme. Ai thotë se shkalla e parë e saj arrihet kur përftohet në mendje imazhi i qenies së padukshme, që është thelbi i konceptit Zot, e kjo bëhet mbi bazë të sensit të natyrshëm të kërkimit të së panjohurës, aftësisë së vetdijes për t'u orientuar si dhe e dëgjimit atyre që besojnë. Në fakt, është ky imazh që jep nxitjen për të menduar e reflektuar si dhe për të kërkuar dijen e tij, por ata që s'kan qejf të veprojnë e vrasin shumë mendjen apo që janë gjithmonë nën presionin e mjedisit, si futen dot këtij kërkimi përpasoj ky imazh s'dëshmohet dot në mendjen e tyre edhe pse arrin që të krijohet.